Në deklaratën e sekretarit shtetit, ish sekretarit shtetit Antony Blinken në 19 maj të vitit 2021 thuhet saktësisht. Ky përcaktim bëhet në bazë të nenit 7031 gërmatës të aktit Departamentit Shtetit për buxhetin për operacionet e jashtme dhe programet përkatëse 2021. Përveç të Berishës, unë përcaktoj publikisht bashkëshorten e tij, Liri Berisha, djalin e tij Shkëlqen Berisha, vajzën e tij Arkite Berisha Maltezi. Këta individët janë të papërshtatshëm për të hyrë në Shtetet Bashkuara. Ky është përcaktimi i stat. Pra, përcaktimi janë të papërshtatshëm, do të thotë, nëse ke vizë ta ka bllokuar vizën, e qartë. Edhe nxjerrja është nëse nuk e aplikuar, Berisha me sa dy nuk ishte aplikuar atë për vizë, kishte dhe pra ai aty mohoi mundësia për të aplikuar për vizë. Madje për qenë dëshmitar e një ngjarje. Dikur edhe vitet 2080, Donald Lu i shkon në zyrë dhe e fton të shkojë të marrë vizë, të bëjë një takim në Kongres me kongresmenët dhe senatorët, si një lider de facto i opozitës, në një farë forme që edhe një kurth në Lulzim Bashës për ta zhbërë si lider. Dhe Berisha refuzoi. E refuzoi vizitën SBA, sepse tha unë nuk kam asnjë angazhim politik. Tani, unë do të bëj një historik për analiza nga kjo datë. Po çikosh ishte Shtetet Bashkuara filluan me deklarime publike, ata kishin ndaluar dhe më përpara viza, udhëtim të Shtetet Bashkuara të politikanëve të nivelit lartë, por nuk i kishin deklaruar. Pra ne i kishim marrë vesh në burime të ambasadës, por nuk i kishin bërë publike siç e bën rasti konkret që doli sekretari i shtetit. Në shkurt të vitit 2018, i pari ishte ish prokurori i përgjithshëm Adretik Llalla, të cilit ju mohua viza për të hyrë në Shtetet Bashkuara. Vetëm 2 muaj më vonë, ishte, mos gaboj, po në 17 prill të vitit 2018, u shpall i padëshurueshëm në Shtetet Bashkuara, ish deputeti socialist Tom Doshi dhe familja e tij. Në korrik të vitit 2019, u shpall non grata Vangjush Dako dhe familja e tij. Dhe të fundit në të listën e publikimeve, ka qenë më i mend, po këtë radhë nga Departamenti i Thesarit, ish deputeti Aqif Rakipi dhe botuesi i mediave Ylli Ndroqi. Tani çaj lidh ta njerëz se këta kanë një hierarki. Aktiviteti i Megonigal si shefi i zyrës së kundërzbulimit në New York, pra për FBI, është kryesisht në vitet 2017-2018. Vizitat e Megonigal dhe aktiviteti i tij i dukshëm në Shqipëri është e parë kur ai ka nxjerrë dhe foto me kryeministin Edi Rama, nuk ka shpërndarë ato kapelet që ti solla këtu, se një nga ato kapelet, pra ka pas mundësinë që ta kem dhe unë ato kapelet asaj kohe. Pra, në shtator të 2017-s, ai është pritur nga kryeministri Rama dhe ka marrë materiale nga Tirana për çështjet që u hapën në FBI. Është rikthyer në Shqipëri në nëntor të 2017-s. Madje në nëntor të 2017-s, një deputeti aleati afërt i kryeministrit Rama i ka marrë deklarime në prezencën e Megonigal dhe të një prokurori federal janë marrë në kryeqytetin austriak në Vjenë. Pra në nëntor të 2017. Në shkurt ai ishte rikthyer prapë në prill, pastaj ka pritur dhe Ramën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe çuditërisht, me një mbas vizitave të Megonigalit, filluan non gratat në Shqipëri. U godit prokurori i përgjithshëm dhe pastaj u ditën erdhën radhë. Dhe po shikoni aktiviteti që ai ka bërë. Një nga dosjet që u hapën atë kohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse këto kanë të bëjnë dhe me zgjedhje. Kjo non grata e Berishës i dha mandatin e 4 të Ramës, sepse e shpartalloi non grata kur u deklaroi mbas zgjedhjeve të 2021. Por ajo e shpartalloi fare opozitën, prandaj është me 83 mandata i sot. Sepse 4 vjet opozita bëri luftë me veten e vet. Herë me vulën, herë pa vulën, ç'a nuk ndodhi aty, dhe kjo e çoi te ky mandati kaq i thellë. Tani, pse Megonigal u kthy njëri kaq të rëndësishëm për Tiranën? U kthy njëri kaq i rëndësishëm për shkak të pozicionit që ai kishte. Dhe vetë fakti hetimet që kanë kryer Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm në vendimin e parë kur ai mori $225,000 që i mori cash në parkingun e një garazhi aty nga një shtetas shqiptar amerikan. Pra edhe ato kanë të bëjnë me kryesisht dhe me dosin e parë që ai hapi atje. Pra kundër liderit opozitës. Lideri i opozitës në atë kohë ishte Lulzim Basha. E nxorën lulin me rusët, me skocezët, me kinezët e shpartalluan nga gjitha anët dhe ai hyri në zgjedhjet e
2021-shit, pra ku praktikisht rezultati dhe sondazhet e nxinin koalicionin opozitar fitues, dhe rezultati vërtet ishte shumë i ngushtë. Dhe 2021-shin është rasti më konkret që Ramës ju deshën dhe grupet kriminale, sepse ata bën atë përmbysjen në disa zona ku luftua për një mandat deputeti. Dhe ata e kthyen në përmbysje. Pra ty opozita ishte shumë afër, po u luftua dhe në këtë formë. Dhe prandaj ju pushuar hetimi, se po të mbani më hetimi për Lulzim Bashën, pra për lobingun Shtetet Bashkuara të Amerikës për $500,000 që shkuan atje, pastaj $130,000 të tjera. Pra u hapëm mbas zgjedhjeve të mos gaboj 2019-s dhe u mbyllën para zgjedhjeve të 2021. Pra ty u pushuar hetim dhe nuk u mor vesh më. Nuk u mor më njerëj me atë. Për të thënë, ore, ky është i pafajshëm ose ky është fajtor.